Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu në cilësinë e kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës po vijon takimet jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative. Si kandidat i listës së mbyllur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Vëngu ndal në fshatin Panaja, ku takoi aty banor të zonës. Çdo derë e trokitur është një derë e hapur në Panaja, një zonë me potencial të madh zhvillimi dhe me njerëz punëtor që kërkon vëmendjen dhe angazhimin ton maksimal në 4 vitet e ardhshme, thot ndër të tjera Ministri Vëngu, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Sipas Vëngut, një nga shtyllat e vizionit e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste është zhvillimi një trajtshëm i qytetit dhe i gjithë vendit përmes zgjerimit kapilar të rrjetit infrastrukturor, zotimit për dyfishimin e qendrave shëndetësore në zonat rurale dhe rritjen e mbështetjes përmes skemave për fermerët, të cilët në Panaja e në shumë komunitete të tjera janë zemra e ekonomisë lokale, ka theksuar ndër të tjera Vëngu. Kandidati i listës së mbyllur për deputet në qarkun e Vlorës, Spiro Vëngu, u ka bërë thirrje banorëve të Panajas që të votojnë për Partinë Socialiste, pasi kanë votuar për Shqipërinë 2030. Me vlonjatët vetëm përpara, shprehet ndër të tjera Vëngu në këto takime, duke marrë mbështetjen për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit.